Mirdita, përpjeket për të injoruar ndikimin në farsën elektorale të karteleve të drogës, organizatave dhe grupeve kriminale të koordinuara nga Ergys Agasi, përbëjnë një krim tjetër, madhor dhe të shëmtuar, dimension tipik të farsës elektorale të narkoshteteve. Kandidati i kartelit Troplini, karteli më i fuqishëm i kokainës në Ballkan dhe ndër më të fuqishmit në Europë, i cili është i vetmi kartel me port në dispozicion. Është karteli që kontrollonte në çdo metër katror portin e Durrësit. Është karteli që bënte çdo emrim dhe anullonte çdo shkarkim në këtë port, duke filluar nga pozicioni i fshesarit tek vinqieri, drejtori dhe me radhë. Është karteli që kontrollon në 10 biznese të paprekura nga Altin Dumani, është karteli që një vit më parë do të gjindej me 3 milion euro dhe që nuk u ndodhi asgjë. Ky kartel kishte përcaktuar Arkend Ballën si ministër të ardhshëm të brendshëm të Shqipërisë. Në marrëveshjen Agasi Rama Doçi, që është nipi Troplinëve, po eksponent in spico, prandoria e kartelit Troplini shtrihet nga Peruja në Europën e Veriut. Pra, ky kartel nxori Arkend Ballën 5.000 vota më të votuar se Edi Ramën në vitin 2021. Po, Edi Rama mori 15.000 vota. Arkend Troplini mori 21.000 vota. Shikoni se çfarë krimi monstruoz bën propaganda, kërkon të shes shqiptarëve për zgjedhje këtë farsë të shëmtuar drogë dhe krimi. Shikoni, Arkend Troplini në vitin 2021, si Arkend Balla, mori gjithsej 2.500 vota. Dhe kur u konvertuar në Arkend Troplini, mori 21.000 vota. A ka më paftyrsi se sa të bësh avokatin e këtij procesi, a ka më
më thoni, çfarë morali u mbetet avokatërve të këtij procesi? Avokatët e Troplinit në gjykat janë me ligj, paguhen për i tij dhe është normale se s'do të ketë njeri pa avokat. Po avokatët e tij në studio, që duan të servirin shqiptarëve një proces elektoral të tillë, si sukses të qeverisë, janë çdo epitet të dej për çdo epitet. Si mundet të flasin për zgjedhje, më thoni ju mua? Si mund të flasin për fitore zgjedhjesh? Kur i njëjti person ka marrë 2400 vota apo 500 vota në zgjedhjet e 21-shit dhe pasi ndron mbi emrin në Arkend Troplini merr 21.000 vota. Te i kalon me 5.000 vota Edi Ramen. Unë mund të rjeshtoj ju një seri të tjerësh. Çfarë është kjo stihitat që i thëte? Amorale për ligjur krimin, për të legjitimuar krimin në zgjedhje. Që janë këta? Çfarë janë këta? Them dhe njëherë, çdo kriminal vras cili do qoftë duhet të ketë një avokat për përputhje me ligjin. Po këta, avokatër në studio televizive, të farsës më të shëmtuar, çfarë emri mund të quajnë? Ja u lë qytetarëve t'ja u vënë emrin këtyre. Ja u lë qytetarëve. Në këtë farsë të kartelit, dora e shtetit është po kaq e zezë sa dora e kartelit. Sepse Irena me 5 mbiemra, e cila duhet kishte ikur me kohë, atje ku e ka vendin. Këllëgjeja me ligj për 20 ditë duhet hipte verdiktin. Pa jo mban 42 ditë për të marrë vendimin për Evlis Doçin. E morë të vesh besoj që të gjithë krerët e kartelit Troplini janë të lirë. Janë të lirë në Arati Gjoja. Gjoja, në fakt, janë të gjithë në Tiranë, në shtëpitë e tyre, në Durrës. Pra, a nuk është ky qëndrim ftoj qytetarët t'i shtrojnë pyetje vetes? A nuk është ky qëndrim një akt i shëmtuar me cilën sklever të krimit, intelektual kriminal, analist kriminal, të quajtur analist, po që s'kan asgjë të përbashkët me gazetarinë as dhe analizën, asgjë të vetë shpallur, kërkojnë të servirin qytetarëve sukses dhe kartelit si sukseset të zgjedhjeve? A përbën ky një krim të shëmtuar propagandistik? Pra,
është koha të ndalemi. Çdo qytetar shqiptar të analizoj propagandën e këtyre ditëve, se si një lloj si në diktaturë intelektual kriminal, që mbronin diktaturën dhe krimet e saj, sot prap, këta janë pseudo-intelektual, këta s'kan asgjë të përbashkët me intelektualin e vërtet, shërptor të interesit publik. Këta njerëz të zhveshur nga çdo lloj morali, kërkojnë të servirin sukses qeveritar elektoral, kartelet e drogës dhe brutalitetin e tyre në zgjedhje. Pra, duhet bëjmë dallimin edhe një herë, dashur qytetarë dhe qytetare, midis avokatit ligjor dhe këtyre skleverëve të krimit, që përpiqen të mashtrojnë, që përdorin valte radiove dhe ekrane televizive për të mashtruar qytetarët, për të përligjur një monstruozitet evident, nuk është i fshehur. Ju jeni dëshmitar. Sa herë unë denoncova Sara Milën dhe Suel Çelën, a nuk e denoncova gjatë fushas me disa herë Klodian Danin, që ushtari Sara Milë, komisarin Klodian Dani, si ushtar i Suel Çelës thriste në prenjas qytetarët, votoni për Sara Milën. Sa herë denoncova? Ju lutem, sa herë kam denoncuar takimet e fshehta te Kodra e Kuajve, te Ergyes Agasit me Suel Çelën dhe me Elvis Doçin, Vanjush Dakon dhe më pas në shtëpinë e Vanjush Dakos me Edi Ramën? A mundet të kapërdihet? A mundet të mbrohen një krim i tillë i shëmtuar elektoral? Unë edhe njerë deklaroj se këto zgjedhje kur nuk do njihen, dhe se ata të cilët përpiqen të shesin shqiptarve krimin si sukses elektoral, nuk bëjnë gjë tjetër vetëm rrishtojnë veten me kartelet, me Edi Ramën dhe me të gjithë autorët e farsës më të shëmtuar elektorale në të majt 2025. Urdhoni. Mes të gjitha diskutimeve sa i takon kundërshtimit të zgjedhjeve të 11 majit, është edhe pikpyetja se çfarë do të bëjë Partia Demokratike me mandatet e fituara në parlament kur të vijë shtatori. Ka demokratë në rrjetet sociale që kanë artikuluar një tezë që Partia Demokratike, deputetët e saj, duhet të shkojnë drejt grevës së urisë. A e sheh Partia Demokratike si opsion këtë, apo Sali Berisha e mohon? Tani, çfarë mund të them sot unë? Unë mund të them sot atë që kam thënë shumë herë më parë, se me Edi Ramën zgjedhje të tjera kur nuk mund të ketë. Kjo s'është asgjë e re. E kam thënë para këtyre zgjedhjeve, e them sot, me bindjen më të madhe mbasi Edi Rama ka krijuar shtet elektoral dhe zhvillon farsë elektorale. Imagjinoni ju. Imagjinoni pak. Në Durrës janë 50.000 vota të krimit.
të diktuara nga krimi, se s'është vetëm ky. Është Ani Dirmishi, është Drazhi, janë disa. Po ky ka qenë stari se ky ishte projektuar për ministër i brendshëm. Dhe tani këto 2-3 ditë, me qenë se u komprometuar Rama, po bëhet beteja për kryetar bashkien dhe në Sakos. Kjo është e vërteta, po këto s'kanë ashtu. Pra, për dalë tek pyetja juaj. Në qoftë se me këto fakte që paraqesim, këto denoncime që bëjmë, duhem të themi shqiptarëve se me shteti elektoral ka vetëm farsë elektorale dhe Edi Rama zhvillon vetëm farsë elektorale, dhe se farsat nuk fitohen kur nga opozita, farsa nuk fitohet nga opozita. Atëherë ka një qëllim që çdo qytetar shqiptar që beson se këto zgjedhje ishin farsë dhe se farsa nuk fitohet kur nga opozita, të pyes veten, a është i gatshëm të sakrifikojë për votën e lirë? A është i gatshëm të angazhohet në një betejë për të rikthyer shqiptarëve të drejtën e votës lirë? Pra, çka ne më kupton të gjitha përpjekjet, të gjitha sakrificat për ata që besojnë se kjo është një farsë, për ata që besojnë se me Edi Ramën nuk ka zgjedhje të lira, dhe natyrisht largimi i Edi Ramës duhet të jetë qëllimi më madhor i shqiptarëve. Ke qenë se ju thoni se farsa nuk fitohet nga opozita. Jo, s'fitohet kur. Kishit në dorë që mos futeshit mbase në zgjedhje. Ju u futët në zgjedhje dhe për sa kohë u futën në zgjedhje, nuk ishte ky pranim i kushteve të një gare? Ka dy rrugë, bravo. Jo, jam dakord. Qendrore që thua ti. Ka një rrugë, bojkoti i zgjedhjeve. Në qoftë se ju lexoni rezolutën e 30 prillit të votuar nga 82 parti politike të qendrës djathtë të Europës, partitë që qeverisin Europën sot, aty është e qartë si ndritë e diellit se 11 maj do jetë një farsë, sepse Edi Rama gjatë fushatës po blinte vota me lek, po blinte vota me kanabis, po blinte vota me prokurime, po blinte vota me punësime. Dhe se drejtësia e kapur nga Edi Rama nuk qëndronte ndaj gjithë këtyre krimeve. Përveç kësaj, u zhvillua një hearing në Parlamentin Evropian i të gjithë spektrit politik të Parlamentit. Dhe në këtë hearing, zgjedhjet u quajtën një emergjencë. Tani, në qoftë se ishim para dy rrugëve, pjesëmarrje ose mos pjesëmarrje, në qoftë se nuk merr pjesë dhe mund të mos marrësh, do të zgjedhësh rrugën e dhunës ose rrugën e shurjes. Ose do pranosh që unë, me qenë se këtu sfitohet s'do merrem ma me politik, ose do merrem dhe do përdor dhunën, forcën ndaj kësaj qeverie që të merr lirit. Është njëra rrugë. Rruga tjetër, rruga që ndjekim ne. Rruga në të cilën ne marrim pjesë në proces, paraqesim të gjitha dokumentat e vërteta që ishte farsë dhe ftojmë shqiptarët
të mbrojnë të luftojnë për votën e tyre. Kjo është rruga, të luftojnë për votën e tyre. Kjo e dyta, të dyja janë të vështira, por kjo e dyta ka një mbështetje ndërkombëtare. E para mund ta krijoj, po fillimisht nuk ka. E para fillimisht nuk ka. E dyta po, ja ku janë raporti, ja ku janë rezolutat. Është pra një betejë jo e pa shpresë, betejë e vështirë, por jo e pa shpresë. Unë mendoj se e qartësova. Zoti Berisha, për të ndalur sërish të pyetja kolegës, ju ftoni shqiptarët për luftë, për betejë, por a jeni gatshëm që këtë betejë, pra sakrificën, të jeni ju që ta bëni të parët? Dhe a e shihni si opsion grevën e urisë në shtator, pra kur të nis parlamenti i ri? Pyetja e parë. Absolutisht i gatshëm ta udhëheq gjerën fitore. Dhe me shembullin personal të rikthej shqiptarëve votën e lirë. Më shumë se kur. Greva e urisë? Opsion? Urdhë? Greva e urisë është opsion në shtator? Asgjë nuk përjashtohet. Nuk përjashtohet asnjë variant. Prit. Rëndësit jashtëzakonshme për ne ka që shqiptarët me ndërgjegjje të plotë të bindën se kjo ishte një farsë dhe jo ajo si që u paraqet propaganda kriminale e qeverisë dhe altoparlantëve të saj, sepse është shumë e rëndë kur shef pseudo-intelektual të bëjnë avokatin e karteleve e akteve mega kriminale të karteleve të drogës në studio televizive. Dhe të thonë se në xhepat e mi s'ka para të tyre. Që ndanë moralin me ta. Ti ke kur pranon veprën e një karteli, ti s'ke as një dallim moral nga ata, më thapë. Je i zhveshur, je një me krimin. Pra, çfarë do ndodhi? Edhe njëherë, me Edi Ramën nuk ka zgjedhje. Cili do që është i gatshëm të luftojë në rrugën e zgjedhur nga Partia Demokratike. Thash, jo jashtë institucioneve. Është i mirëpritur dhe unë një betejë që nuk besoj se s'do ta fitoja, nuk do e nisja. Ndërkohë, jam i bindur se kjo betejë do fitohet. Ndërkohë, krahas denoncimit të asaj që ju e quani fars, a ka në plan Partia Demokratike për të nisur një analizë të brendshme për rezultatin e zgjedhjeve? Dhe unë nuk dua t'ju pyes në fakt për nenin 46 pasi ju e keni dhënë një përgjigje duke thënë se do vijoni betejën. Por pyetja ime është kur keni ndërmend të mblidhni forumet për të shqyrtuar qoftë edhe për të marrë një vendimarrje lidhur me mandatin tuaj? Forumet janë aktive më shumë se kur sot, po merren me analizën e gjithanshme të farsës. Do përfundoj lufta për ndërgjegjësimin e Shqipërisë dhe të botës për farsën elektorale dhe do merren të gjitha vendimet. Kjo është një parti demokratike e cila ka fakturë që ka të gjitha atributet e një force demokratike. Por, të harroj kush, se mund të mashtroj shqiptarët apo demokratët se farsa elektorale fitohet nga opozita. Farsa elektorale nuk fitohet nga opozita. Dhe ata të cilët duan të apo rreken të provojnë këte, ata injorojnë
efektet e arrestimit vitin elektoral të liderëve të 3 partive kryesore së ndjekjes penale si dhe deputetëve. Pra injorojnë terrorin politik. Ata injorojnë shtetin elektoral, i cili shpërndau në këto zgjedhje 100 euro për 48% të votuesve, zgjedhësve, pensionistëve, i cili fali me vendim qeverie 200 sa milion euro gjoba 2 ditë para zgjedhjeve dhe kamatat e tyre, i cili ngriti shnroi punojës të administratë të patror, të votuesve sklever që i kontrollonin, dhe që ngritën ku në mbar vendin zyrat paralele të qendrave të votimit. Ignoron përdorimin e mira leve të legalizimit, licencave, certifikatave të pronësisë dhe leve të ndërtimit për vota. Ignoron të gjitha në kundërshtim me ligjin. Përdorimin e 500 milion euro për prokurime të paligjshme publike. Ignoron organizimin e 4500 ngjarjeve, më shumë se 3 vite gjysmë të marrë së bashku para janarit, nga janari gjerësot, për të ndikuar zgjedhësit. Ignoron, këndon këngën e pojës, Suel Çels dhe efektet e tyre. Ndaj dhe ka, unë e kuptoj që Edi Rama, media që mbështesin ata janë thellësisht interesuar të gjejnë çdo lloj preteksti dhe çdo lloj mundësie për të mbuluar farsën, po dielli me shosh nuk mbulohet me asgjë. Kjo është përgjigjja ime. Zoti Berisha, pavarësisht thirrjeve tuaja dhe kërkesave të depozitura nga ana e Partisë Demokratike, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar rezultatet në bazë të qarqeve. Partia Demokratike do të kërkojë pavlefshmëri apo si në rastin e Tiranës mund të kërkojë rinumërim ku mund të marrë mandatin doktor Ilir Ali Mehmeti duke parë edhe pavlefshmëri dhe të gjitha format e ankesave. Sepse ka një farsa, ç'është farsa? Është një shkelje universale e ligjeve, e normave, e kritereve. Për ta thënë me një fjalë, merrni deklaratën e Edi Ramës, kodi zgjedhor është një kinezëri. Mos harroni këtë. Që në këtë moment, ai dëshmon se do zhvilloj farsë dhe jo zgjedhje. Kodi zgjedhor është një kinezëri. Po. Zoti Berisha, Mariglen Kume nga MCN. Qarku i Durrësit, Zoti Berisha, ka qenë ndër të vetmit qarqe që kanë ruajtur rezultatin e 2021-shit. Thënë kjo në një kohë kur ju keni këto akuza për atë të cilin e quani klani i Troplinit në Durrës. Cila është formula që ndoqi Partia Demokratike për këtë qark që të paktën ruajti rezultatin e 2021-shit, pasi në shumë qarqe të tjera ka dalë edhe më dobët? Kjo ka qarqe që ka fituar Partia Demokratike, ti nuk mund të kur të pranosh se farsa ka të njëjtin efekt në çdo qytet, në çdo qark dhe kudo. Por, Mariglen, kur shef rezultatin e Arkend Ballës, 5.000 vota më shumë se Edi Rama, atëherë më thuj mu. Kjo nuk mundet kur të pranohet. Kur shef rezultatin e Blendi Gonxhës, që merë 5.000 vota në vorë,
Dhe kandidati tjetër që dikur kishte marrë 6.000 vota në vorë, merë 2.000 vota tani, sepse banda Xhabafti kaloi nga ajo tek Gonxhe. Pra, njeriu nuk mund të nënshtrohet kësaj kur, nuk mund t'i ka përdi këto. Po të mos qe efekti kartel Troplini, dhe jo vetëm Troplini, se sërvën Troplini në Durrës, edhe banda tjetër është. Edhe banda tjetër që mbështetja Ani Durmishin e tjerë. Durrësi mund të ishte 80% për Partinë Demokratike. Pra, këtu nuk mund të injorohet për një shkak apo për një tjetër efekti farsës kombëtare. E qartë besoj. Zoti Berisha, Isa Myzyra nga Ora News. Kryetaria e gjykatës së apelit të Partisë Demokratike, zonja Adriana Kalaja, prej ditësh është duke sulmuar Partinë Demokratike dhe kandidatën tuaj më të votuar, Jorida Tabakun, për vjedhje votash në një kohë kur ju si kryetari i partisë çdo ditë keni dalë për të denoncuar farsën elektorale të Edi Ramës, por dhe grupi avokatëve të Partisë Demokratike janë duke bërë ankime. Ju si kryetari i partisë, a keni një qëndrim për këtë, përveç faktit që Partia Demokratike është një parti ku është e lirë dhe gjithkush ka mendimin e vet, por zonja në fjalë është kryetare dhe zyrtare e lartë e Partisë Demokratike, pra nuk është një militante, nëse mund ta quajmë thjesht, që mund ta akuzojë dhe mund të thotë çfarë do dojë. Zonja Kalaja është një luftëtare e vendosur, e guximshme, e cila në këto 4 vite është përballë direkt me kryeministën e Shqipërisë më shumë se kushdo tjetër. Në atë linjën e saj që ajo beson se është avokate, linjën e drejtësisë dhe pa ditë. Por zonja Kalaja dhe cili do tjetër qoftë, në vlerësimin tim, nuk ka të drejtë, pa fakte, të akuzojë ndonjë njeri. E treta, Sali Berisha është shprehur për këtë, se zonja Tabaku ka bërë një nga fushatat më intensive, siç unë kam konstatuar dhe e vërteta jo vetëm unë. Por, përsëri e mbyllim këtu, në qoftë se Edi Rama për hiret e Olta Xhashkës, po, urdhëroi që asnjë kuti të mos hapet, unë se kam bërë kurte dhe çdo kandidat që ka dyshimet më të vogla se janë bërë një padrejtësi nga cili do, unë e ftoj të marrë të gjithë dokumentacionin dhe ta verifikoj. Detyra ime është, pavarësisht nga konsideratat personale që kam për njërin tjetrin me radhë, nuk të mbroj parimet bazë. Dhe parimi bazë është ai që ka dyshime. 1, 2, 3 me radhë cilat janë. Dhe t'i faktoj pa patur asnjë pengesë në sigurimin e gjithë dokumentacionit. Janë disa, s'është vetëm zonja Kalaja, ka dhe tjerë, por ne nuk kemi parti që t'u themi mos hap kutit. Jo. Atë se themi kurne. Kërko të drejtën tane. Kjo është
parimi ynë. Faleminderit atër. Mirë që së mbyllëm përsëri me çastin.